Në orët e hershme të mëngjesit, policia ndërmori aksion për arrestimin e 7 të dyshuarve, të cilët dyshohen se janë pjesëmarrës në organizatën terroriste. Gjatë mbastisjes u prangosën 3 persona në lagjen Gazibab të Shkupit dhe 1 në Tetov. Forcat e rendin thonë se të arrestuarit kanë qenë pjesëtar të Shtetit Islamik dhe kanë marrë pjesë në luftra në Siri. Pas mbastisjeve të shtëpive me urdhër të gjykatës themelore Shkupi 1, u arrestuan 4 persona. Një person është ende në kërkim, ndërsa për 2 persona ka informacione operative se ndodhen në territorin e Sirisë. Në kuadër të mbastisjeve gjithashtu u gjetën një numër i madh provash. Mbastisjet u kryen në orën e hershme të mëngjesit në 7 lokacione, prej të cilave 6 në Shkup dhe 1 në Tetov. Me këtë rast janë gjetur edhe marrë kompjuter, 2 laptop, 19 telefona celular, 9 SIM kartela, 9 USB maska mbrojtëse, pasaporta, si dhe një fanell me mbishkrim arab ku shkruan Shteti Islamik është i përjetshëm, dhe dokumentet të tjera që do të jenë objekti i ekspertizës shtesë. Familjarët e të akuzuarve ankohen se policia ishte e dhunshme gjatë aksionit, madje disa prej tyre dyshojnë në motivin e gjithë këtij operacioni policor dhe shfaqjen e forcës që ata bën gjatë këtij aksioni. Por mbi të gjitha, janë të sigurt se do të jetë bërë një gabim për familjarët e tyre, që po dyshohen se kanë lidhje me Shtetin Islamik. I kanë maltratu fëmijët, i kanë një fëmijë 2 vjet, një fëmijë 1 vjet, si dënin që zëni, menë që janë të folë, menë që janë të nejtë. Nuk e di, jena të çuditshme me këtë shtet, deri kështu kur ka me vazhdu, kështu nuk e di. Ne jemi këtu jetima, kërkush në ta mbroj. Ç'është? 20-30 vjet kemi bo, policia kur s'ka hartu vllem, kur s'ka pas probleme ligji. Një familje tjetër në Butel ju arrestua dhëndri i shtëpisë. Ata ankohen se përse policia me të hyrë në shtëpinë e tyre nuk ua tregoi urdhrin e gjykatës për atë që dyshohen familjari i tyre. Hinën mëngjes, nuk ka pas as flet arrest. Ka u thunë non stop ka punu për kafshatën e guës të fëmijëve, me konë që e kanë thënë polici, si shkon problem. Problemi është, kanë hinë mëngjes sikur i shifni fëmijët, kanë thirrë dirt, kanë torturu fëmijët. Kjo tragjedi. Në gusht të vitit të kaluar, 10 persona arrestuan në aksionin policor antiterror Celula. Si rezultat, u ngritën 35 akt akuza për pjesëmarrje në lufta të huaja të shtetasve të Maqedonisë, që dyshohen se kanë luftuar në Siri, në krah të organizatave që konsiderohen si terroriste. Shumica prej të akuzuarve në këtë proces gjyqësor kanë pranuar fajin se kanë luftuar në Siri dhe kanë bërë marrëveshje lehtësuese me prokurorinë. Për të arrestuarit në operacionin Celula 2, gjykata themelore e Shkupit 1 ka shqiptuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Të arrestuarit janë prej moshës 23 deri 38 vjet.